Ministri i Jashtëm i Gjermanisë bëri thirrje për shpenzime të mbrojtjes prej 5% të produktit të brendshëm bruto. Edhe vendet e tjera europiane po rrisin masivisht buxhetet e tyre ushtarake. Donald Trump mund të ndjeti konfirmuar. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, John Wadephul, kërkon që qeveria e re gjermane të investojë 5% të prodhimit të saj të brendshëm bruto në mbrojtje. Kjo u bë e ditur në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s në Antalya të Turqisë. Gjermania mbështet propozimin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte për të ndarë 3.5% për qëllime ushtarake dhe 1.5% shtesë për infrastrukturën e lidhur me mbrojtjen, tha ministri. Megjithatë, qartësia përfundimtare për investimin e të gjithë shteteve të NATO-s ndoshta do të vijë vetëm në samitin vendimtar të NATO-s në Hag në fund të muajit qershor. Vetëm një ditë më parë, kancelari Friedrich Merz kishte njoftuar në deklaratën e tij qeveritare në Bundestag se donte të zgjeronte Bandweiser, ushtrinë më të fortë konvencionale të Europës, por edhe vendet të tjera europiane formulojnë synime ambicioze. Polonia, bastioni i lindur i NATO-s. Polonia ka investuar shumë në forcat e saj të armatosura prej vitesh me synimin për të bërë më e fortë në tokë në Europë. Vitin e kaluar, 4.12% e prodhimit ekonomik shkoi për buxhetin e mbrojtjes, qëllimi i deklaruar i shtetit më të madh në krahun lindor të NATO-s, parandalimi efektiv i Rusisë. Ushtria polake aktualisht ka rreth 150.000 ushtarë në ushtrim profesionale dhe mbrojtjen territoriale. Deri në vitin 2035, numri pritet të rritet në 300.000. Në të njëjtën kohë, ushtria polake dhe mbrojtja ajrore po modernizohen. Më shumë se 600 tanke luftarake të porositura te Korea e Jugut dhe SHBA si dhe raketat HIMARS, dron, në të ardhmen avion luftarak F-35 do të forcojnë ushtrim polake dhe mbrojtjen ajrore, kurse marina polake konsiderohet mjaft e dobët. Gjermania, nga hezituese në lidere. Me rritjen e paralajmëruar të shpenzimeve të mbrojtjes në 5% të prodhimit të brendshëm bruto, Gjermania do të bënte një kthesë në politikën së sigurisë me përmasa historike, që nga fundi i luftës së ftohtë Republika Federale ishte mbështetur në bashkëpunimin ndërkombëtar, diplomacinë dhe një kulturë të kufizuar ushtarake. Pika e kthesës u shënua nga fjalimi i ashtu quajtur Zeitenwende, kthesa epokale e kancelarit Olaf Scholz. Më 27 shkurt 2022, 3 ditë pas pushtimit rus të Ukrainës. Me njëherë pas këtij fjalimi, qeveria federale vuri në dispozicion një fond special për 100 miliardë eurosh për Bundeswehr. Në vitin 2024, shpenzimet e rregullta të mbrojtjes arritën në rreth 90 miliardë euro, ose rreth 2.1% të prodhimit të brendshëm bruto. Një rritje në 5% do të kërkonte një buxhet të mbrojtjes prej mbi 160 miliardë euro në vit në të ardhmen. Ky dyfishim do të kishte implikime të mëdha buxhetore. Bundeswehr aktualisht ka rreth 182.000 ushtar aktiv. Ministria e Mbrojtjes synon të ketë një personel prej të paktën 203.000 deri në vitin 2031. Megjithatë, në disa raste diskutohet edhe një objektiv prej 240.000 ushtarësh. Modernizimi i vazhdueshëm prek të gjitha fushat e forcave të armatosura, tanket, avionet dhe anijet e vjetruara duhet të zëvendësohen. Digitalizimi dhe aftësia drejtuese duhet të zgjerohet. Koncertet kryesore industriale në Gjermani janë Rheinmetall, Airbus, Defence, Space dhe EU Group, të cilët së bashku me partnerët e huaj po operojnë gjithnjëherë më shumë në fokus eksportin. Franca, fuqi nukleare me pretendim global. Franca është e vetmja fuqi bërthamore në BE dhe ndjek një strategji prezente globale dhe pavarësisht ushtarake. Rreth 203.000 ushtarë shërbejnë në ushtri, plus 175.000 antarë të njësive paraushtarake, si gjandarmeria dhe 26.000 rezervistë. Me aeroplanmbajtësin me energji bërthamore Charles de Gaulle dhe në mbledhësit strategjike, marina franceze zotëron komponent të fuqishëm parandalues bërthamor. Avionët luftarak Rafale synojnë e përsinë ajrore dhe janë gjithashtu të pajisur për të mbajtur armë bërthamore. Që nga marrja e detyrës në vitin 2017, presidenti Emmanuel Macron e ka arritur rritjen e konsiderueshme në buxhetin e mbrojtjes. Në një fjalim dramatik televiziv në fillim të marsit, presidenti informoi popullatën në detaje për kërcënimin rus që kërcënon Europën, prandaj buxheti francez i mbrojtjes thuajse duhet të dyfishohet. Britania e Madhe është shumë armatosur, por e cënueshme.
Me një objektiv prej rreth 2.4% të prodhimit të brendshëm bruto, Britania e Madhe gjithashtu dëshiron të rrisë shpenzimet e saj të mbrojtjes, duke u fokusuar në teknologjinë e lartë, dronët, inteligjenca artificiale dhe sistemet lazer. Marina mbretërore me 2 aeroplan mbajtëse, nga të cilat zakonisht vetëm një është operacionale, dhe forcat ajrore konsiderohen si shumë moderne. Shtylla e forcave ajrore janë avionët luftarak F-35B nga SBA, nga të cilat qeveria synon të blejë gjithsej 138. Megjithatë, forcat armatosura britanike janë relativisht të vogla, me rreth 140.000 ushtar aktiv, 4.000 syresh janë Gurkhas. Nepalez në forcat britanike. Ndryshe nga shumë vende të BE-s, aktualisht nuk planifikohet rritje e konsiderueshme e ushtarëve. Kryeministri Keir Starmer thekson vazhdimisht besnikërinë ndaj aleancës dhe aftësinë operacionale globale. Pajisjet ushtarake të Britanisë së Madhe janë më të varura nga teknologjia amerikane sesa shumë vende të BE-s. Kjo vlen edhe për armët bërthamore të vendosura në nëndetse. Italia, fuqi detare e fuqi toksore me nevojë për mirësimi. Italia me 1.49% të prodhimit të përgjithshëm bruto në vitin 2024 është ende shumë nën objektivin e mëparshëm të kërkuar prej të paktën 2%. Megjithatë, me 165.000 ushtar aktiv, 2 aeroplan mbajtëse dhe një forcë ajrore të fuqishme, Eurofighter F-35, vendi është një nga peshat e rënda ushtarake të Europës. Forcat toksore megjithatë konsiderohen të vjetruara dhe ka nevojë për reformë. Kjo është gati të ndryshojë. Kryeministria Giorgia Meloni dëshiron ta bëjë Italinë fuqinë më të fortë të tankeve në Europë. Për këtë qëllim, tek Rheinmetall u porositën më shumë se 1.000 tanke kryesore betejë dhe multifunksional. Strategjikisht, Italia fokusohet në rajonin e Mesdheut dhe sigurimin e rrugëve tregtare globale. Nuk ndryshon ekuilibri global. Programet e armatimit shumë miliardëse në Europë nuk do të ndryshojnë shumë në afat të mesëm renditjen globale të fuqive ushtarake. SBA kryeson qartësisht në renditjen e ndjekur nga Rusia, Kina dhe India. Fuqia e parë europiane, Britania e Madhe, vjen vetëm në vendin e 6, Franca renditet në vendin e 9, Gjermania aktualisht është në vendin e 11. Platforma Global Firepower vlerëson për këtë mbi 60 tregues nga numri tankeve dhe aftësia detare, DET, madhësia e popullsisë në moshë ushtarake për të bërë të krahasueshme me fuqinë ushtarake globale.